fazën e parë të konfliktit, një përshkallëzim i kufizuar, domethënë incidente që janë të kontrollueshme dhe goditje precize që veç e keni pa për disave, pra por jo të krijohet një luftë e përgjithshme. Kurse opsioni i tretë dhe më i keq është kur kemi një konflikt hapur rajonal, atëherë do të kemi implikime serioze edhe për çështjet ashtë energjetike, ju keni pasur këtu interesat energjetike të Kinës, domethënë ka krizë globale, krizë për energji, janë ato dy kanalet i Hormuzit edhe më lart, si paten miku me emrin e atij kanali tjetër, që po ashtu ka 20% të energjisë që kalon naftë, që kalon andej, pra janë këto kanale që faktikisht e bën shumë tash të rëndësishme në aspektin gjeostrategjik edhe në Iranin në zonën e lidhjes së mesme, dhe pastaj unë mendoj se pas këtij presioni dhe çështjeve gjeostrategjike që janë energjia, gazi e tjera, atëherë do të kishim të nevojën patjetër se të bëhet një reformatim politik i vetë i Iranit dhe që do të ndikonte edhe në arkitekturën e furnizimit me energji dhe ato rivalitetet e fuqive të mëdha që thyen atje interesat ju po shihni. Pra, tani kjo është edhe ajo që jep karakterin e dimensionin global të doktrinës force për paqe apo paqe përmes forces. Jo, më herët i kemi sqaruar besoj në emisionet e juaja, kur kemi biseduar se gjeostrategjia ruse ka pas dy drejtive, dy orientime në përmosa ndërkombëtare për ta dërguar në izolim Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një ka qenë lindja mesme ku proksi ka pas Iranin dhe gjitha vendet tjera pastaj që sillen rreth Izraelit dhe në lidhjen e mesme dhe kanë provuar ta fuqizojnë edhe rolin e Kinës edhe por të kontrolluar, gjithmonë Rusia nuk e sheh Kinën para vetes dhe të indis pra dhe me këtë të dalë në pjesën e Indo-Pasifik do të ka pjesën Berlin dorë të SBA-ve që kontrollojnë oqeanin. Pastaj në anën e Ballkanit dihet se konflikti filloi në vitin 22, jo rastësisht duhet të delte në Odesa, ndetin e Zi, pastaj në Mesdhej dhe të kapte Atlantikun, pra pjesën juglindore të SBA-ve, para se të skadonte marrëveshja allozonës për Bosforin dhe Turqi. Dhe për fat, domethënë kjo është edhe ndoshta edhe element strategjik që amerikanët e kanë mbajtur në kontroll konfliktin në Ukrainë, derisa skadoi kjo marrëveshje dhe tani janë në një pozicion të ri, ku Rusia nuk mund të pas më këto pretendime sa i përket afrimit dhe izolimit të SBA-ve. Edhe unë mendoj se këtu kërkohet tani një unitet i madh i aleatëve për të pas një reformë reale të sektorit të sigurisë dhe vetëm kështu atë konflikti do të mund të izolohej dhe të shkohet drejt transformimit strategjik jo të ndonjë përshkallëzimit pa kontrolluar siç pretendojnë ndoshta shtetet e rajonit. Zoti Berisha, po nga ana tjetër, çfarë ndodh nëse presioni maksimal brenda Iranit do dështojë? Mendon se ka Donald Trump një plan real për të shmangur një luftë rajonale? Unë mendoj se presidenti Trump, strategjia amerikane ka qëllimin jo vetëm të luftës. Tani se kur nuk jep rezultat, deterenca e përcjell pastaj me oferta ekonomike, atëherë ka elemente tjera. Pra, mas pari duhet me rujt kohezionin e elitave të sigurisë. Çka ne kuptojmë kjo? Nuk munden me qenë në elitat e sigurisë vendet të cilat nuk mund të kontrollohen. Tani prodhimi i kokave bërthamore është ambicie pothuajse të gjitha shteteve. Por shtetet e lindjes mesme kanë këtë ambicie, mirë po janë vështirë të kontrollueshme për shkak të izolimit. Edhe lufta e doktrinës për stabilitet dhe zhvillim ekonomik ka qenë një alternativë ndaj izolimit në cilin qëndrojnë shtetet e lindjes mesme dhe tendenca për të integruar ato në tregjet ekonomike, domethënë jo vetëm në rajon, pastaj me lecu sanksionet dhe me i kombinu edhe me ndryshime të verifikueshme. Çfarë do të thotë kjo? Këto vende nuk munden me ulën të lira në transformim, se duhet patjetër me orientu ka ato ekonomi produktive, siç thash më herët, e jo të militarizuara siç ka ndodhur deri më tani, e të cilat nuk janë në favor të stabilitetit qëndrueshëm. Çka është tjetër e rëndësishme në Iran? Përveç koherencës të elitave të sigurisë që nënkuptojnë fuqitë që do të kenë peshën kryesore në sigurinë globale, ku hyjnë edhe shtetet që kanë, si them, thyrje interesash pikërisht në lindjen e mesme në raport me SBA-n, dhe tani pas sulmit parë, nëse ju kujtohet në centralin bërthamor, dhe ndërhyrjes së tani ose vrasjes së 21 generalëve
domethënë në mënyrë precize, pa pas nevojë me shkaktu dëme kolaterale, tregon se kemi bashkëpunim të brendshëm nga vetë inteligjenca iraniane. Pra, forcimi i C4I, domethënë komandim kontroll, pastaj inteligjencë, mbikëqyrje, zbulim e tjera, është një metodë fuqisë amerikane e cila integron edhe elementet informativ brenda regjimit të Iranit, sepse të bëhemi real. Gjatë kohës sa jemi në Parlamentin e Kosovës, ne kemi vazhdimisht peticione që vijnë nga shoqëria civile dhe grupe deputetësh brenda Iranit, që kërkojnë mbështetje përmes peticionit të luftimit të regjimit. Pra, populli i Iranit unë mendoj se po e përjeton si liri ndërhyrjen amerikane. Edhe një ndërhyrje e cila është të kufizuar në kuptimin e shkaktimit të dëmeve kolaterale në njerëz në anë parë. Po, prandaj ajo çfarë është e rëndësishme, duhet ndodh delegjitimimi i represionit brendshëm që ka ekzistuar në Iran deri më tani dhe një kushte për një tranzicion të kontrolluar brenda Iranit që mendoj se këto mund të ofrojnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shife, reforma e sekretarit mbrojtjes Donald Rumsfeld në kohën e Bushit Junior ka parashiku fuqizimin e forcat armatore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në aspektin teknologjik të zhvillimit të luftës. Mirë po, ai e pati një mangësi sepse nuk ka planifikuar forcat të cilat do ta përcjellin pastaj post-konfliktin. Dhe faza e post-konfliktit është shumë me rëndësishme se sa, po aq e rëndësishme sa dhe faza e eliminimit ose luftimit të delegjitimit të këtyre regjimeve totalitare. Dhe presidenti Trump ka shkuar një hap më tej, jo vetëm brenda forcave amerikane, por duke krijuar pastaj fuqi ushtarake përmes aleatëve, siç ishte bordi i paqes, dhe kjo do ta mundsoj pastaj që të krijohet një përmes aleatëve ta kontrolloj fazën e pas-konfliktit dhe duke ofruar pastaj edhe një ofertë reale për zhvillim ekonomik. Pas deeskalimit, unë mendoj se është vetëm një rrugë për një stabilitet qëndrueshëm ekonomik dhe kuptohet një alternativë zhvillimit ndaj izolimit, siç e kanë parashikuar, siç kanë qenë gjithmonë të vende të kësaj zone, po kupton, lindjes mesme ose kryesisht botës aziatike. E qartë. Por zoti Berisha, nga ana tjetër, a mund ta pranojë realisht Rusia dhe Kina një Iran të integruar në arkitekturën perëndimore të sigurisë? Tani Rusia dhe Kina çdo ditë më shumë konflikti në Ukrainë ka qenë mundur të përfundohet për një periudhë shumë të shkurtër. Unë në prononcimet e mia kam thënë se ose natën e parë të sulmit kam pas një intervistë duke për televizionin nga ju atje dhe kam thënë Ukraina do të jetë varri i Rusisë. Një shprehje e shkurtër, kështu dhe unë ende besoj në atë deklarat që kam bërë. Sepse një luftë e përmasave të tilla në kohë zgjatje të tillë, se shife, probabiliteti me ndodhë luftë është shumë i ulët, se jo gjitha vendet edhe kanë kurajnë për me zhvillu lufta, por impakti është i madh. Tani impakti nuk është vetëm sa una herë se çdo luftë në viktimat njerëz, por impakti i luftës në Rusi është edhe në aspektin ekonomik. Pra sot Rusia ka tërë industrinë e vet, tërë ekonominë e vet, e ka militare. Që nën kupton, provon për të shpenzuar, por nuk provon për të reprodukuar vetveten. Nuk është ky lloj prodhimi që çon në zhvillim. Ky është sikur pankreasi që prodhon insulinë derisa i bojnë presion me mjete të ndryshme dhe në një moment shterron edhe ai dhe mo mbetet njeriu pa asgjë. Kështu do të jetë edhe Rusia, një pankreas që shumë shpejt do të shterrohet dhe mos prodhon insulinë as për organizmin e vet dhe do të fundoset si shtet. Unë e pres Rusin që do të shndrohet në një republikë demokratike, popullore, e cila do të respektojë lirisë dhe drejtat e njerëzve dhe do të largohet sa më shumë nga regjimet totalitare, të cilat vetvetill do të marrin fund. Edhe ashtu deri vitin 2030, Putini ka parashikuar veten të jetë në krye të shtetit. E qartë. Nga ana tjetër, sa i rrezikuar është furnizimi global me energji nëse tensionet përshkallëzohen, zoti Berisha? E tash, shife, na duhet me pas një parasysh një punë. Qartësia strategjike, kur ndërton një strategji për vendosur paqen në regjion siç është tani në lindjen e mesme, nuk qartësia strategjike pra i shmang ato kesh llogaritjet në terren, të cilat mund të kenë kosto, çdo ambiguitet. Në këtë fushë do të çon një kosto e cila pastaj do të i ndeshkon kryesisht ata që pretendojnë në aventuruzëm